Në përgjigje të kërkesës së opozitës për mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, presidenca sqaroi rolin dhe funksionimin e këtij organi, duke theksuar se kreu i shtetit Bajram Begaj është në komunikim të vazhdueshëm me anëtarë dhe merr informacion në kohë reale për çdo situatë që lidhet me sigurinë e vendit. Këshilli i Sigurimit Kombëtar është organ këshillimor në mbështetje të presidentit të Republikës për ushtrimin e kompetencave dhe përgjegjësive të veta kushtetuese dhe ligjore. Këshilli i Sigurimit Kombëtar nuk merr vendime për çështje që diskuton. Presidenti i Republikës është në kontakt të përditshëm me institucionet e Këshillit të Sigurimit Kombëtar dhe informohet prej tyre për çdo situatë dhe skenar, si dhe për të gjitha masat që merren në kuadër të protokolleve të sigurisë. Presidenti theksoi gjithashtu se mekanizmat ekzekutiv të sigurimit janë aktiv dhe funksional, ndërsa institucionet përgjegjëse mbajnë vigjilencë të plotë dhe ndjekin situatën në çdo moment. Presidenti i Republikës ka konstatuar se të gjitha institucionet e relevante janë vigjilente dhe po ndjekin të plotë situatën. Mekanizmat ekzekutiv të sigurisë janë aktiv dhe funksional. Gjithashtu, presidenti i Republikës ka konstatuar se bashkëpunimi institucional dhe ai me partnerët e huaj ndërkombëtar është në nivele të larta. Presidenca pohoi se institucionet e sigurisë, duke përfshirë ato listë zbatuese, janë në koordinim të vazhdueshëm me partnerët vendor dhe ndërkombëtar për të shmangur çdo problematikë që mund të lidhet me sigurinë e Shqipërisë. Presidenti vijon komunikimet me institucionet përgjegjëse për sigurinë publike dhe kombëtare, të cilat janë në koordinim dhe bashkëpunim të vazhdueshëm me partnerët tanë, si dhe në krye të detyrës për përmbushjen e detyrimeve të tyre kushtetuese dhe ligjore. Presidenti vazhdon të rekomandojë masa specifike për të garantuar mbrojtjen e vendit, duke pozicionuar Këshillin si një mekanizëm këshillimor thelbësor për menaxhimin e rreziqeve kombëtare.